Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja çfarë ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni 2 vezë të zjera çdo mëngjes. Mëngjesi tipik i shumë avistave shqiptare përfshin vezët. Ato na serviren të zjera ose të skuqura në forma të ndryshme. Veza është një ushqim i shëndetshëm. Ajo kombinohet me shumë gatime siç është buka e thekur dhe avokado, supa me oriz, tava me spinaq ose ëmbëlsira. Siç duket, gjatë një jave njeriu arrin të konsumojë shumë vezë dhe natyrshëm, lind pyetja: nëse konsumi i kaq shumë vezëve është i shëndetshëm? Ekspertët ushqimor thonë se njeriu mund të konsumojë pa frikë 2 vezë në ditë. Vezët duhet të skuqen gjithmonë me barishte të kombinohen me kos, me avokado, me bukë, me drithra të plota. Nëse ju e servirni atë me prosciutto ose me shumë feta djath, atëherë do ta mbushni me kalori dhe yndyrna të panevojshme. Shumë konsumator hanë vetëm të bardhën e vezës në përpjekje për të mos konsumuar shumë kalori. Megjithatë, ekspertët thonë se e verdha e vezës ka shumë ushqyes të nevojshëm. Ajo nuk gjendet te e bardha e saj, ndërsa vezët duhet të konsumohen të plota. Të dhënat konfirmojnë se vitaminat që treten në yndyra gjenden pikërisht te e verdha e vezës. Ndaj nëse e hiqni të verdhën e vezës, mund të mos keni shumë kalori, por as vlera ushqyese të tyre. Të dhënat thonë se sasia e duhur dhe e shëndetshme e vezës është gjithmonë në varësi të regjimit ushqimor që njeriu ndjek gjatë jetës. Një vezë e vetme përmban 80 kalori, 5 gram yndyrë dhe 6 gram proteinë. Nëse ju jeni duke marrë mjaftueshëm proteinë dhe yndyrna nga ushqimet e tjera, ngrënia e një veze omlet prej 5 vezësh çdo ditë është padyshim një ide e keqe. Por nëse nuk e dini se proteina që hani gjatë ditës mund të jetë me një cilësi të lartë tek veza, atëherë me siguri duhet të shtoni gjithashtu edhe vezën e zjerë. Veza është një nga produktet që mbart vlerat e jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e 10 superushqimeve dhe nuk ka asgjë më të këndshme se sa veza, sidomos kur janë edhe në formën e zjerë. Por a e keni pyetur veten se cila është veza më e vyer dhe sa vezë është mirë që të konsumojmë në ditë? Sipas Brejcaj do të përmbledhim disa rezultate të studimeve mbi dobitë shëndetësore të vezës së pulës. Rezulton se 1 deri në 3 vezë në ditë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot në botë si superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të gjeni një listë të mirave që i vinë organizmit dhe shëndetit nga konsumi 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet fale luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me luteinë. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalcium. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë vezë të zjera, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidoqoftë nëse ato zbulojnë se përmbajnë edhe vitaminën D, e cila është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për t'u absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementët që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do të filloni të humbisni në peshë. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori dhe vezë në mëngjes, humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë i ngopë për një kohë të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve që konsumoni brenda një dite. Procesi i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është e dukshme nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandezë.
Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrullat rreth syve u zbutën dukshëm, dhe gjithashtu veza mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të Elsajt, ato bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët mbartin 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet te bardha e vezës. Vezët janë të pasur edhe me ushqyes. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme këtu përfshihet: seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat për shfaqje të ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë do të ulë rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit I referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga humbja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor kur përfshihet veza. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiake. Vezët të ngopin më shpejt. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Portokalritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim shumë I mirë fal yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë gjithashtu edhe kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këtë lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu edhe përkeçimin e kujtesës suaj. Mëngjesi tipik I shumë anvisave shqiptare përfshin edhe vezën. Ato na serviren të zjera, të skuqura dhe në forma të ndryshme. Veza është një ushqim I shëndetshëm. Kombinohet me një gamë të gjerë siç është edhe buka e thekur, avokado, supa me oriz, tava ose edhe ëmbëlsira të ndryshme. Gjithashtu, ekspertët ushqimor thonë se një njeri mund të konsumojë pa frikë 2 vezë në ditë. Vezët duhet të shoqërohen gjithmonë me barishte, kos, avokado, drithra të plota. Nëse ju e servirni atë me produkte me yndyra, atëherë mund të keni ndikime negative. Shumë konsumator hanë vetëm të bardhën e vezës në përpjekje që të mos konsumojnë shumë kalori. Megjithatë, ekspertët nuk bien dakord, pasi veza duhet të konsumohet e plot ashtu siç është, pasi do të ofrojë yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak, e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin. Konsumi I vezëve në formën e tyre të zjerë do të jetë një aleat I mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm edhe në parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.